Përshëndetje. Sot do të shohim se si të përdorim Google AdWords Keyword Planner për të gjetur terma të rinj dhe të shohim se sa herë brenda muajit kërkohen ato terma. Shkojmë në Google dhe shënojmë Keyword Planner. Rezultati i parë është Google AdWords Keyword Planner, që është tulli që do ta përdorim për këtë qëllim. Mënyra se si funksionon ky tull është: shkojmë dhe kërkojmë për terma dhe ide rreth termave të ri, dhe kjo do të na tregoj pastaj se sa herë kërkojnë ata terma brenda muajit. Shembull, ju keni një portal lajmesh dhe dëshironi të renditeni për terma të relevante që vizitohet mund të përdorin për të kërkuar lajme. Disa nga termat që ju mendoni se vizitorët mund t'i kërkojnë janë lajme, lajmet e fundit. Më poshtë keni targetimin. Ju mund të zgjedhni të shikoni se sa herë kërkojnë ata tema vetëm në një qytet apo shtet të caktuar, apo për gjithë botën. Për një shtet të caktuar, shembull Albania, mund të zgjedhni në këtë mënyrë, apo United States. Mirëpo në shembullin tonë do të shohim se sa herë këta tema kërkohen në gjithë botën, jo vetëm në një qytet apo shtet të caktuar. Pra, e fshim targetimin e lëm në gjithë botën. Dhe klikojmë Get Ideas. Shkojmë tek Keyword Ideas. Lajmet e fundit kanë 165.000 kërkime brenda muajit, ndërsa termi i lajme ka vetëm 27.000. Competition dhe suggested bid mund të injorojmë për shkak se këto do të na hyjnë në punë nëse planifikojmë të reklamojmë në Google AdWords, që është platforma e Google për reklamim në rezultatet kërkimit. Tema të ri që na i sugjeron Google që mund të jenë të përafërt me tema të shënuar janë lajmet e fundit nga Shqipëria, lajmet e fundit Maqedoni e të tjera. Këta tema janë tema që na i ka sugjeruar Google. Temat mund t'i rendisim sipas relevancës, që është në këtë moment, sipas numrit të kërkimeve mujore, që mund ta shfaq tema si RTK shekulli që nuk janë direkt relevant me temën që ne kërkojmë, por ka një numër të konsideruar kërkimesh. Shembull, lajmet është një term shumë i mirë që mund ta përdorim dhe kërkohet 90.000 herë brenda muajit. Kjo ikona këto na shërben për të na treguar se sa herë këta terma kërkohen brenda muajve të caktuar gjatë vitit. Për shembull, për periudhën prej maj 2014 dhe prill 2015, ne mund të shohim se gjatë periudhës së verës, kur njerëzit kryesisht shkojnë në pushime dhe tentojnë të largohen punës, kërkohet më pak për lajme. Mirëpo, pas periudhës së verës, gjatë vjeshës dhe dimrit, këta terma kërkohet më shumë, me kulmin në mars, ku kërkohet 246.000 herë brenda muajit. Termat të cilët ne mendojmë se do të na hyjnë në punë dhe janë relevante në shërbimet e tona, thjesht klikojmë tek Add to Plan dhe i listojmë. Shembull, lajmet e fundit, lajmet e fundit në Shqipëri, lajmet e fundit shqip e të tjera terma. Për të shkarkuar këta terma, ne klikojmë tek kjo ikona Download Plan. Zgjedhëm Excel, mund t'i ruajmë edhe në Google Drive nëse dëshirojmë, dhe klikojmë Download. Fajli u krijua, e shkarkojmë. Në fajlin e shkarkuar ne do të gjejmë termat e selektuar dhe numrin e kërkimeve të tyre. Lajmet e fundit nga Shqipëria ka 8.100 kërkime, lajmet e fundit 165.000, lajme 27.000 e të tjera. Këta 5 terma, të cilat i selektuana, në gjatë një muaji kërkohen mbi 200.000 herë. Pra vetëm 5 terma, të cilët mund të sillen në faqes tuaj mbi 200.000 vizitorë brenda muajit. Faleminderit dhe shihemi në videon e ardhshme.